Për ata ulemat e Ahlisunetit dhe Xhamatit e kanë nda Islami i vërtet apo imani i vërtet, kur kanë thonë, e kanë pas për qëllim imani që është i pranum dunja dhe që shpëton ahiret. Ai iman që nuk të le të jesh i përhershëm në ahiret. Ndërsa kun kanë thonë se Islami e kanë pas për qëllim dunja. Për ata Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi Allahut i ka trajtu munafikat si musliman në dunja. Pse? Se kanë shqiptu shahadetin. Dhe dyta, se kanë rënu shahadetin dunja. Pra shqiptimi shahadetit, mos rënimi shahadetit në dunja, neve në mjafton të konsiderojmë musliman, mirë po të muslimani duhet të dinë se vetëm shqiptimi dhe vepra, apo mos rënimi shahadetit, nuk është i mjaftoshëm të shpëtosh në ahiret. Çka duhet? Tha duhet dhe fjalë dhe veprat e zemrës, pra të kishe bindje në zemër dhe ta dojsh shahadetin, ta dojsh islamin nëse do në me shpëtu në ahiret. Na kur flasmi imanin, se imani është fjalë dhe vepër, nuk e keni për qëllim islamin që është i mjaftoshëm dunjo, e kemi për qëllim imanin. Imanin që të shpëton dhe në ahiret. Pra imani dhe islami, nëse donë me të shpëtu në ahiret, duhet zemra të ketë bindje dhe dashuri, gjua të ketë shqiptim dhe gjimtyrët vepra. Për ata transmetojnë ulemat e Ahlisunetit se s'ka iman pa vepër dhe s'ka vepër pa iman. S'ka iman pa punë dhe s'ka punë pa iman. Ka një ixhma që e kanë transmetu ulemat e Ahlisunetit dhe Xhamatit. Dhe këto për këtë arsye, pasi që Allahu Azza wa Jall ja mundsoi muslimanëve të kuptojnë realitetin e besimit, ato nuk ndeshen me argumentet e sheriatit, po ma interesant a që nuk ndeshen as me logjikën e shëndosh.